Dhe që ta mbyllim duke thënë që duke kthyer prapë te kjo pemë, te kjo familje, pra ka këto ndasi, ka këto degëzime, por pam që ka dhe të përbashkëta dhe një tjetër lajm i kurajues është që pikërisht parimi për dialogun ndër kristianë. Pra shumë të krishterë, ku edhe personalitete nga Shqipëria në fakt, për hir të së vërtetës, kanë qenë mjaft të angazhuar në këto këshilla ndërkombëtare ndërkristiane, punojnë dhe vazhdojnë të punojnë që për vllazërinë kristiane. Pra krishterët si të thuash të jenë të bashkuar kur vjen puna tek besimi i tyre, për ruajtjen e besimit. Sepse vetë Zoti Jezus thotë që një familje e përçarë do shkatrohet, do rrëzohet, nuk qëndron dot. Që nëse familja e krishtere përçahet, atëherë ta dimë që gëzoni ligu për këtë gjë. Ndaj dhe sikurse na mëson Bibla tek 2 Filipianëve 2:3, vetë apostulli i frymëzuar nga Perëndia shkruan që plotësoni gëzimin tim që të keni të njëjtin mendim. Dhe si mund ndodhi kjo? Apostulli, fjala e Zotit vazhdon në tej, na jep diagnozën, duke konsideruar të tjerët më lart se veten. Dhe këtu po ndaj thjesht një këshill nga zemra që nëse dikush tani i përket njërës për këtyre traditave, dhe po e marr si shembull, unë i përkas traditës protestante, aktualisht. Nëse unë i shikoj vëllezërit e mi ortodoks dhe vëllezërit e mi katolik më poshtë se vetja ime, unë nuk kam për ta plotësuar gëzimin që Perëndia kërkon. Por nëse unë i konsideroj ata më lart se vetja ime, atëherë unë kam hedhur hapin vllazëror që të plotësoj gëzimin e Perëndisë. Dhe me këtë këshill unë dua inkurajoj dhe vëllezërit, qoftë protestant ungjillor, qoftë katolik, qoftë ortodoks, ta shohim njëri tjetrin pak më lart se vetja jonë, në mënyrë që të plotësojmë gëzimin e Perëndisë, siç na thotë apostulli. Lavdi Zotit dhe ta mbyllim me disa përfundime. Pra nga gjithë kjo që tham, dalim me përfundimin që ndërsa dallimet ekzistojnë pra dhe nuk mund të jemi tani naiv të themi që nuk ka dallime. Ka dallime, ne i pam. Madje ka dallime edhe për brenda traditave të njëjta. Dhe këto dallime janë pra ekzistojnë dhe janë të rëndësishme. Pam që janë të rëndësishme. Pra nuk mund t'i thotë një protestant, një katoliku që pse mban ti 7 sakramente, mbaj 2. Nuk vjen dot dakord. E janë sjelltas. Por ama të gjithë të krishterët e vërtet, dhe kush janë krishterët e vërtet? Fjala e Zotit thot, vetë Jezu Krishti thot gruas samaritane, tek Ungjilli sipas Jonit. Adhuruesit e vërtet thot ai që i pëlqejnë Atit tim, janë ata që adhurojnë në frymë dhe në të vërtetë. Pra që kanë frymën e Perëndisë, që kanë paqen mbi gjitha, janë ambasador të paqes, të gëzimit, të dashurisë, të vetëpërmbajtjes, të mirësisë, të shpirtësisë. Pra kanë frytet e frymës së shenjtë e para punës. Dhe këta patjetër që shohin tjetrin më lart se vetja, se nuk mendojnë vetëm për interesin e tyre, mendojnë edhe për tjetrin. Dhe mbi të gjitha për interesin e Zotit Krisht. Pra kjo është fryma dhe e vërteta është Bibla, çfarë thot Bibla. Pra të krishterët e vërtet që ndodhen në të treja këto deg lavdi Zotit, ndajnë mbi të gjitha besimin e vërtet në Jezu Krishtin si shpëtimtar dhe Zot. Dhe kjo unë do thoya që mjafton. Nëse dikush shpall Krishtin për atë që është Zoti dhe shpëtimtari i botës, sipas gjithë shkrimeve të shenjtë, atëre pse duhet të na ndajnë dogmat, detajet, traditat e të tjera. Le të na bashkojë Krishti në këtë pikë, lavdi Zotit. Dhe përfundimi tjetër është që në këtë frymë dhe në të vërtetë që Zoti na thërret që të jemi, diskutimet duhet të jenë të karakterizuara nga dashuria. Apostulli Paul thotë, nëse s'kam dashuri, s'jam asgjë. Është kot njohuria ime, besimi im, që të gjitha janë kot, nëse unë nuk kam dashuri të tjetër. Pra nëse nuk kam për vllajën, është kot, jam asgjë thot pa dashuri. Dhe që Krishti na thërret kemi dashuri dhe për armikun. Ndaj diskutimet midis njëri tjetrit, dhe këtu flas për vëllezërit e mi që dëgjojnë. Sepse ka midis këtyre të tre denominacioneve ka ato kërkimet.
Jo këta ashtu, jo këta kështu. Shojmë mashkullat të syrit tjetrit dhe jo traumë të syrit jonë. Po të kemi dashuri, do shikojmë mirë veten. Dhe po patëm dashuri, do fillojmë të kemi dhe respekt për tjetrin, respekt edhe për traditën e tij, por edhe një dëshirë të përbashkët për të ndjekur të vërtetën e fjalës së Perëndisë. Hekurin për hekurin. Po duhet të bërë me dashuri, pra e vërteta me dashuri. Dhe të kthehemi te libri i parë të Zanafilla dhe te patriarku i besimit ton, profeti Abraham, nga kur rrjedh populli i Izraelit, populli i zgjedhur, dhe nga Izraeli do lindte Mesia. Pra Mesia do dali nga kombi i Jakobit, nga Izraeli, sipas shkrimit, dhe doli Mesia, Jezusi, fjalë i Zotit. Dhe Abrahami i tha Lotit, shkruhet tek Zanafilla 13:8, të lutem mos lejo që të ketë grindje midis meje dhe teje, sepse ne jemi vëllezër. Që vëllezër të dashur në Krishtin, nëse keni pranuar Zotin Jezu Krisht si shpëtimtar dhe Zot, dhe nëse keni vendosur të jetoni si të krishterë, pra të keni në zemrën tuaj vetëm Krishtin, dhe Krishti të kontrollojë jetën tuaj, ju jeni vëllezërit e mi dhe motrat e mia. Ndaj, unë po ju them, ju lutem, mos lejoni që të ketë grindje mes nesh, sepse ne të gjithë jemi vëllezër. Dhe këtu po e mbyll. Fjala e Perëndisë flet më mirë nga të gjithë ne lavdi Zotit. Uroj që ky mësim të ketë inkurajuar, informuar për ata që pak njohin mbi krishtërimin, dhe ju vëllezër dhe motra të ketë bekuar ky mësim, dhe nëse kjo ka ndodhur, lavdi Zotit dhe vetëm Perëndisë i qoftë lavdia. Bekimet e Perëndisë kudo, të gjithë juve, nëse keni diçka më shkruani, dhe paqe në shtëpitë tuaja, në jetën tuaja dhe kudo. Amin.